Dashi, kjo ditë do të sjellë shumë energji, fantazi dhe një mënyrë antikonformiste. Në dashuri do të përjetoni momente të jashtëzakonshme fal ndikimit të Venusit dhe Marsit. Çiftet do të jenë të mbushur me emocione të forta, ndërsa beqarët do përjetojnë një ditë plot eufori. Në punë do të vlerësoheni për guximin dhe mënyrën e vendimeve që merrni. Financat janë më të mira, por gjithsesi duhet të shmangni shpenzimet impulsive. Demi, do jetë një ditë me emocione të forta që nuk duhet t'i kontrolloni me çdo kusht. Çiftet do kalojnë momente pozitive dhe të qeta, ndërsa beqarët, megjithse duan ndryshim, do hezitojnë të hedhin hapa. Në punë mund të ndiheni të paqartë dhe vendimarrja do ju duket e vështirë. Mund të keni lodhje nervore, por shmangni konfliktet e panevojshme. Binjakët, her pas here do mendoni se të tjerët nuk ju besojnë dhe kjo mund t'ju rëndojë. Në dashuri nuk ka ndikime të forta planetare, ndaj gjithçka varet nga sjellja juaj. Beqarët mund të përjetojnë dashuri me shikim të parë që ndryshon shumë gjëra. Në punë do jeni të tërhequr dhe jo shumë aktiv, gjë që mund t'ju pengojë në përparim. Në financa kujdes me gabimet, sepse do t'jetë e vështirë të rikuperoheni. Gaforja, yjet janë në anën tuaj dhe do ju ndriçojnë mendimet gjatë gjithë ditës. Në dashuri dita sjell romancë dhe afërsi të madhe me partnerin. Beqarët mund të kuptojnë që kanë ndjenja për dikë të afërt dhe do gjejnë kurajon për t'ia shprehur. Në punë duhet të jeni vigjilent sepse mund të shfaqen persona që ju sfidojnë. Financat duken stabile dhe mund të shpenzoni të qetë, por me mas. Luani, sot do të keni mbështetje nga të gjithë dhe hapat tuaja do shihen pozitivisht. Në dashuri dielli ju sjell një atmosferë të ngrohtë dhe të bukur me partnerin. Beqarët kanë më shumë mundësi për aventura se sa për lidhje serioze. Në punë do jeni të motivuar dhe të qartë në drejtimin që duhet të ndiqni. Me financat duhet pak më shumë durim dhe planifikim për të ruajtur ekuilibrin. Virgjëresha, mund të keni disa pak kënaqësi, por të afërmit do ju japin shumë mbështetje. Në një lidhje për të ecur përpara duhet të pranoni partnerin me të mirat dhe të metat e tij. Beqarët edhe sot nuk do e gjejnë personin ideal, pavarësisht përpjekjeve. Në punë priten keqkuptime dhe ndryshime të papritura, ndaj ruani qetësinë. Financat fillojnë të stabilizohen dhe ju japin pak më shumë qetësi. Peshorja, kreativiteti juaj është shumë i lartë dhe dita do ecë sipas dëshirave tuaja. Në dashuri do jeni të hapur dhe do shprehni më shumë ndjenjat. Beqarët janë shumë afër një takimi të rëndësishëm që mund të ndryshojë shumë gjëra. Në punë do dini se të veproni dhe do ndiheni më të sigurt se zakonisht. Financat menaxhohen mirë dhe nuk ju sjellin stres. Akrepi, do jetë e vështirë të ndryshoni mënyrën e të menduarit sot, edhe pse mund të jetë e nevojshme. Në dashuri Neptuni mund të sjellë tensione dhe keqkuptime me partnerin. Beqarët do të humbasin optimizmin sepse surprizat vijnë papritur. Në punë, përdorimi i aftësive tuaja do të jetë çelësi i suksesit. Financat janë nën kontroll, por ruani qetësinë për të shmangur stresin. Shigjetari, paraqitet një ditë e ngrohtë me energji dhe harmoni. Në çift do ndiheni më të gëzuar dhe më të lidhur emocionalisht. Beqarët edhe pse nuk synojnë lidhje, mund të bien papritur në dashuri. Në punë do merrni vlerësime dhe mund t'ju kërkohet angazhim shtesë. Financat janë të qëndrueshme dhe nën kontrollin tuaj. Briciapi, impulsiviteti mund t'ju sjellë probleme, kështu që ruani qetësinë. Në dashuri dita ka tension dhe mund të ndikohet nga fjalët e të tjerëve. Beqarët janë emocionalisht të ndjeshëm dhe rrezikojnë të bien në dashuri me nxitim. Në punë mund të ndiheni të hutuar dhe të pasigurt, ndaj kërkoni ndihmë kur duhet. Financat duhet të trajtohen me kujdes sepse do ju duhet më vonë. Ujori, sot duhet të jeni më të kujdesshëm me personat që nuk ju kanë mbështetur më parë. Në dashuri ka disa debate, por dita mbyllet pozitivisht. Beqarët janë shumë tërheqës dhe do marrin shumë propozime. Në punë nuk duhet të humbni durimin nëse nuk ja dilni herën e parë. Financat do përmirësohen dhe do gjeni ekuilibrin që ju ka munguar. Peshqit, dita sjell imagjinat të zhvilluar dhe aftësi për të marrë vendime të mira. Në dashuri do jeni shumë të ndjeshëm dhe sensual, duke afruar partnerin edhe më shumë. Beqarët do e kenë të lehtë të gjejnë dikë që i tërheq. Në punë, edhe pse ambienti është shumë i ngrohtë, ju nuk daleni derisa të arrini qëllimet. Financat janë të mira, por kërkojnë maturi që të mbeten stabile.